Fëmijë për 12 muaj LDK-ja ka buxhetuar një projekt prej 2400 euro çdo non mi pas. Vjetore apo më vjetore? Vjetore. Kjo është mbështetje, kjo lehtësim. Po. Kjo mbështetje jep lehtësim. Lehtësim. Nuk ja zgjidh këtë problemet, po lehtësim. Dhe natyrisht ka vetëm njëra nga vit, sepse fëmia nona mbështetet, por arsimtari një pagë deri 1000 euro. 1000 euro për një arsimtar, për një mësuse, për një edukatore në qerdhe, ose për një policë dhe një ushtar, një rrugë deri 1000 euro, që e kap një mesatar, është koeficienti 150 për punonjës publik edhe shërbëes civil. Është e rrit standardin e jetës në familje. Dhe nëse kreta këto kombinohen, ky projekcion buxhetor që ne kemi planifikuar për familjen edhe për çdo qytetar është mirëqenie sociale. Le të themi, ndërtohet një shtresë mesme stabile e cila jeton e paanvarur. Vendosja dhe politikat e vetëvendosjes, pavarësisht kush i kanë emrat e përveçur, ku i kanë, këta janë të blerë rrymë në mënyrë masive 1 miliard euro. Me 1 miliard euro Kosova C, që e kemi quajtur ne termocentralin e ri, LDK-ja. Kosova e re ka quajtur qeverisja e PDK-s. Me 1 miliard euro është ndërtu kapacitete energjetike në Kosovë. Na me 1 miliard euro planifikojmë, me 500 milion euro planifikojmë me ndërtu kapacitete energjetike në gaz, me bazë dhe me burim gazit amerikan. Tash 1 miliard euro